Është mbajtur në Korçë dëgjesa publike e Komisionit Posaçëm Parlamentar për reformën administrativo-territoriale, takim që nuk ka kaluar pa debate të forta mes simpatizantëve të dyja partive. Pjesëmarrësit në këtë takim janë shprehur se asnjëra nga bashkitë e Korçës, Maliqit, Pogradecit, Kolonjës, Devollit dhe Pustecit nuk duhet të shkrihen. Sipas tyre, zonat do të dëmtohen në rast se një banor nga Maliqi shkon të marrë shërbim në Korçë apo ana Sjelltas. I gjithë populli i bashkisë Devollit është unison për të mbrojtur atë çka është arritur që të jetë një bashki me vete dhe në përpara një rreth me vete. Në reformën e vitit 2014-2015 u bë një padrejtësi e madhe në Kolonë. U bashkoi qyteti Leskovicës, 44 kilometra nga qendra e Ersekës. Leskoviku nuk ka pasur asnjë lidhje me Kolonë. Ata njerëz e humbën shërbimin. Por mua më shqetëson fakti tash a do ekzistojë më bashkia Kolonë. Se qoftë qytetin e Leskovikut ka mbetur vetëm zyre postës që dan pensione për pensionistët, kanë frikë se në qoftë se larg qoftë, edhe skema e bashkisë Kolonë do jetë e njëjta gjë. Unë do sugjeroj që asnjë nga bashkitë që nga Maliqi, Kolonja dhe shpresoj që mirë kuptojnë dhe të gjithë bashkitë e tjera të mos ndryshojnë apo të bashkojnë Korçës për një arsye shumë të fortë. Sepse do largohet shërbimi nga fshatarët, më pas ata do të vinë në qytet apo do largohen drejt kryeqytetit dhe kjo më vonë do sjellë një shkrirje të gjithë zonave rurale. Pra, unë do t'ju lutesha shumë që të merrni shumë seriozisht këtë reformë, sepse një gabim shumë i vogël në këtë reformë atëherë do ta shkatrojë të gjithë Shqipërinë. Dhe unë jam shumë koshient për këtë që po them, dhe mbas 5 vjetësh, jo mbas 10 vjetësh, ne do detyrohemi që Korçën t'ja bashkojmë Kosturit dhe Pogradecin t'ja bashkojmë Strugës. Në takimin e mbajtur në Korçë, Mazniku dhe Boçi kanë folur për mediat edhe për situatën politike dhe protestat në vend, ku socialisti i konsideron normale në një vend demokratik, ndërsa demokrati Boçi thotë se nuk mund të diskutohet për ndarje të re administrative kur populli është në rrugë duke protestuar. Shqipëria është në një rrugë të zhvillimit të demokracisë. Kështu ka qenë gjatë disa kohë dhe kjo është një proces i cili është krejt normal. Ne jemi një vend i lirë, njerëzit kanë mendime ndryshme, debatojnë, diskutojnë, zhvillojnë. Sot jemi për një dëgjes për reformën territoriale që është pjesë e një procesi ku me mekanizmat që demokracia ka, të gjitha ato, nga dëgjesat, ke parlamenti, ke zgjedhjet, ke protestat, ke peticionet, ke diskutimet, kjo në fakt është shenjë një demokracie të shëndetshme. Ka një lloj nonsensi, por unë gjykoj që çdo fjalë e një qytetari brenda në sallë është një formë të protestuarit për gjitha ato probleme që po protestojnë sot qytetarët. Prandaj e kemi stimuluar dhe e mirëpresim fjalën e qytetarëve, sepse kjo qeverisje ka një gjë, shmang ballafaqimin me qytetarët. Reforma e re territoriale o administrative ka si afat 15 kurikulum për miratim, por për shkak se procesi nuk është duke ecur me ritme të shpejta, pritet të ketë një shtyrje të këtij afati.